Rreshtet e dendura të shiut kanë përmbytur rreth 450 hektar tokë bujqësore në Lezhë, por fatmirësisht nuk ka banesa në ujë. Gjatë inspektimit të situatës në zonën e Zadrimos, kryetari i Bashkisë Lezhë Pirin Dreu, së bashku me drejtorin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile Haki Çako dhe prefektin e qarkut Lezhë Taulant Malshi, informuan mbi pasojat e motit të keq. Kryetari i Bashkisë Dreu u shpreh se problematika ka në disa zona dhe se ekipet ndodhen në terren për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga moti i keq. Siç e keni pa, gjatë gjithë natës ka pas rreshje. Ajo që është më serioze është se ka pas rreshje edhe në zonat malore që nuk vinë kryesisht në territorin e Lezhës, por që karikojnë gjithë prrejt e lumet që vinë nga sipër, plus shkarkimet e hidrocentralit që kanë bërë punën e vet dhe jemi në një situatë në prag problematike, akoma nuk jemi në një situatë alarmante, sepse nuk ka banesat e identifikuara, por ka zona të cilat kanë toka në ujë. Janë rreth 450 hektarë në gjithë territorin e Lezhës. Gjithë forcat e bashkisë janë në terren, të gjitha kudo, duke kontaktuar me banorë, sepse e para gjë që na shkon në mend është që ndërhyjmë sa më shpejt nëse do rrezikohet ndonjë nga banesat dhe banorët aty. Ka probleme në Klan, ka problem në Spitën, ka problem në Taleni, ka probleme në Zadrim, në disa pjesë, në Grashtu, në Zojës, megjithëse situata nuk është e asaj atij niveli që ne jemi mësuar ta shohim, por nëse do vazhdojnë rreshtet, pritet edhe në një agravim i mundshëm. Drejtori i përgjithshëm i emergjencës civile është këtu, bashkë me ekipin e tij, kanë në dispozicion gjithë mjetet e nevojshme, nëse do na duhet do ndërhyjmë me gjithë potencialin që ne kemi. Besoj se nuk ajo që është e pa diskutueshme është se ne nuk do lejmë as edhe një banor pa mbështetje dhe pa qenë aty kur ju duhet. Gjatë 24 orëve të fundit në rajonin e Lezhës ka rënë mbi 120 mililitër shi, duke sjellë vërshim të ujrave malor dhe rritje të prurjeve të lumenjve Drin, Gjadër dhe Mat, por fatmirësisht nuk ka dalje nga shtrati të tyre.